Mirdita, deklarat e Partisë Demokratike. Në fakt, sot është një ditë me shumë ngjarje, por ne po nisim nga këto të shtëpison. Sot, me vizitën në Tiranë, nis turën e saj në vendet e rajonit, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Me këtë rast, në emër të Partisë Demokratike, i uroj asaj mirëseardhje në Shqipëri dhe suksese në turën e saj. Sikundër shfrytëzoj rastin të shpreh mirënjohjen më të thellë takspaguesve europian, Komisionit Evropian dhe qeverive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për ndihmën bujare të jashtëzakonshme që në vite dhe dekada i kanë dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dua gjithashtu të falenderoj për anëtarësimin e Shqipërisë të SEPA, e cila akt që përbën një lehtësim të madh për qytetarët shqiptar dhe të gjitha ato mikrotransakcione që ata kanë me të afërmit e tyre në Europë dhe në botë. Por, ky është një rast gjithashtu për deklaruar publikisht se Partia Demokratike e Shqipërisë, forca politike që ka antarësuar Shqipërinë në Këshillin e Europës, në NATO dhe që ka firmosur marrëveshje stabilizim asociimit, liberalizimin e vizave dhe që meritoi rekomandimin e Komisionit Evropian për hapjen e negociatave, por që e pengoi me qëllim të keq Edi Rama, mbështet fuqishëm dhe do mbështes pas një rezervë integrimin e plot të Shqipërisë në BE si të ardhmen më të shkëlqyer për Shqipërinë dhe shqiptarët. Por Partia Demokratike thekson se vetëm një proces integrimi i bazuar në meritën, funksionimin e shtetit ligjor, zgjedhjet e lira dhe ekonominë e tregut të lirë është interesi më i mirë i shqiptarëve. Në këtë kuadër, theksojmë se për Partinë Demokratike, Shqipëria, aktualisht përveç kriterit gjeostrategjik dhe politikës së jashtme, nuk plotëson asnjë kriter tjetër për integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Në qoftë se i referohemi popullit shqiptar, shtoj këtu se në këto vite shqiptarët kanë ikur nga vendi i tyre më shumë se në çdo kohë lufte, fatkeqësisht natyrore apo shkaqesh të tjera, gjatë qeverisjes Edi Ramës u larguan nga Shqipëria vetëm në hapësirën europiane 1.099.000 qytetarë të këtij vendi. Kjo sepse në mendimin e Partisë Demokratike, në opinionin e saj, Shqipëria aktualisht përveç kriterit gjeostrategjik dhe politikës së jashtme, nuk plotëson asnjë kriter tjetër për integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Në Shqipëri sot, të gjitha pushtetet janë në dorë të një njeriu. Edi Ramës, mbi 88% e 220.000 të zgjedhurve dhe temëruarve në administratën shqiptare i përkasin Partisë Shtet. Edi Rama, për të marrë mandat e 4, burgosi dhe vendosi në ndjekje penale në vitin elektoral pa asnjë fakt penal, liderët e partive kryesore opozitare, qeveritar vendor dhe deputet të opozitës, akte këto të dënuara në disa rezoluta ndërkombëtare.
partia shtetës, si të shprehen raportet dhe rezolutat ndërkombëtare në Shqipëri, për të marrë mandat në 4 të përdorit të gjitha mjetet dhe burimet e shtetit dhe shndroi zgjedhjet në një farsë elektorale. Edi Rama përdor institucionet për të shtypur pluralizmin. Vendimet e gjykatës kushtetuese dhe gjykatave të tjera nuk zbatohen në rast se ato nuk pëlqehen nga qeveria dhe Edi Rama. Të drejtat kushtetuese të deputetëve të opozitës në parlament mohohen. Shqipëria është sot narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë, prodhues kryesor, prodhues numër 1 i kanabisit në kontinent, degës shqiptare të karteleve më të fuqishme të drogës të Amerikës së Jugut, është provues se janë të lidhura direkt me qeverinë aktuale dhe janë transportues kryesor dhe përcaktues të çmimit të kokainës në Europë. Për Partinë Demokratike zgjedhjet e lira, funksionimi i shtetit ligjor dhe lufta me zero tolerancë ndaj krimit dhe korrupsionit ka rëndësi vendimtare në procesin e integrimit të bazuar në merit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, shtylla kryesore këto të programit të partisë. Faleminderit. Por sot është një ditë historike për mbar botën. Faza e parë e planit të presidentit Donald Trump për paqen në lidhjen e mesme u zbatua me sukses. Pas tërheqjes së ushtrisë së Izraelit në linjat e caktuar, Hamas liroi të gjitha pengjet e gjalla dhe rikthen pengjet e vdekura. Presidenti Donald Trump ndodhet aktualisht në Izrael dhe do vizitojë dhe Egjiptin me një mesazh të madh. Fillim i ri. Kjo marrëveshje është rezultati një përpjekje të jashtëzakonshme i triumfit të një diplomacie eficiente. Është një nga aktet më të vështira të regjistruara ndonjëherë në historinë e diplomacisë. Është nofta një sukses i pa shoq. Në të vërtetë, kjo marrëveshje bën lidhjen e mesme në të sigurt dhe një fillim i ri, por popujt e rajonit është një ardhmë me krejt tjetër, një ardhmë me ndritur që ato meritojnë. Duhet të theksoj me këtë rast se në këtë proces ka patur një seri momentesh, por do veçoja moment kulmor, gjunjëzimin e Iranit nga bombardimi i reaktorëve i zonave ku ai pasuronte uraniumin. Dhe ndërprerja e luftës pas këtij bombardimi midis Izraelit dhe Iranit. Pra, sot në Sharm el Sheikh ka një konferencë ku marrin pjesë 20 shtete që do kontribojnë për paqen dhe rinërtimin e Gazës. Le të shpresojmë dhe të urojmë që fillimi i ri të jetë kapitulli më i bukur që ai rajon ka njohur në historinë e tij. Kosova dha një leksion të madh. Për Tiranën
për Beogradin dhe për të gjitha autokracitë e rajonit. Zhvilloj zgjedhje të lira, të drejta, dinjitoze. Kosova ndonë se me një qeveri kujdestare, por zhvilloi një proces zgjedhor në zgjedhje vendore që nderoi qytetarët e vet, vlerat, lirinë e qytetarëve të vet, votën dhe të ardhmen e Kosovës. Unë shfrytëzoj këtë rast për të uruar përzemërsisht qytetarët e Kosovës, të shfrytëzoj forcat politike, të zgjedhurit, kandidatët që garuan, të zgjedhurit, për këtë fest të demokracisë, këtë festival të votës lirë që zhvilluan dje në të gjitha komunat dhe bashkitë e atij vendi. Këto ishin çështjet që desha të sjell para jush. Zoti Berisha ka pasur një mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe kreu i grupit Tauland Balla ka folur për mediat lidhur me dy reformat, reformat territoriale dhe atë zgjedhore të propozuar nga Partia Socialiste, duke thënë se shumica e anëtarëve do të ketë maxhoranca. Cili është shëndrimi zyrtar i Partisë Demokratike për dy reformat që kërkon Partia Socialiste? Pyetja e parë. E kemi theksu këtu, reforma zgjedhore nuk mund të ketë reformë zgjedhore pa praninë e Odirit. Do ftohet Odiri, do dërgohet ftesë Odirit, do dërgohet pasi të pranoj ftesën Odiri, duhet një ftesë nga të dy palët, ose të gjitha palët, nga pozita dhe opozita, dhe natyrisht, me praninë e Odirit, ne jemi të gatshëm të shqyrtojmë një nga një të gjitha rekomandimet e misioneve të vëzhgimit, të cilat nga 2013 gjërë sot nuk janë marrë parasysh. Por reformën territoriale, ne kemi dorëzuar, në parlament ekziston një projekt i Partisë Demokratike dhe opozitës për reformën territoriale, i cili ndryshon si nata me ditën me projektin që ka normen Edi Rama. Edi Rama ka normen faktikisht të pjestoj me disa herë fuqinë e votës qytetarëve shqiptarë, të largoj pushtetin prej tyre dhe t'i katandis nga 62 në mos gaboj në 28 apo 30 bashki dhe komuna. Natyrisht, reforma e parë e ti ishte një katastrofë, një kaos. Mjafton të rikujtoj këtu që një qark me 120.000 banor ka 7 njësi të qeverisjes vendore, një qark me 1 milion banor ka 4 njësi të qeverisjes vendore. Kjo është të vërtet për Tiranën dhe Gjirokastrën. Kështu që për këtë të dytën nuk mund të shprehem, sepse edhe këtu ne kemi një kusht të panegociueshëm, praninë e përfaqësuesve të Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Europës. A keni një koment edhe për deklaratën e Ballës po ditën e sotme se maxhoranca do të zgjedh avokatin e popullit me ose pa bashkëpunimin e opozitës?
Faleminderit. Asgjë tjetër duan të marrin dhe të vetmin institucion që e kanë patur me një ujdi me opozitën, para 5 vitësh apo kur kanë patur. Duan ta marrin, le ta marrin, ne s'kemi asnjë. Domethënë, ky është Edi Rama i pangopur, do të ketë çdo pushtet në duart e tij, por të jetë i sigurt se s'do na imponoj kur të votojmë kandidat që nuk meritojnë. Në fakt, për një sjarim për avokatin e popullit, zoti Balla ka deklaruar se propozimi do të jetë për një avokat të ri populli nga shoqëria civile, pra jo politik. Pra le ta themi një avokat të pavarur populli. Ne kemi një avokat të ri të popullit nga shoqëria civile. Besim Rëgjoni është kryetar i Unionit të përndjekurve politik. Kandidatura e tij, në rast se rikthehej tek seancat e parlamentit të shkuar, erdhi në votim në parlament. Niko Peleshi, që Zoti i ka dhënë mbiemrin që meriton, po, çfarë të them unë për te? Edhe duhet një gjë çka vjen për i Zotit mirë se ardhur, duhet thënë. Tha, ta diskutojmë pak, tha. Mos ta votojmë, ta diskutojmë pak. Dakor, i thamë, të diskutojmë. Dhe çfarë bën? As që u diskutua dhe i thamë që vetëm këte kemi kandidatën, këte prandaj hidhen votim. Nuk e hodhen votim. Kështu që në ligjin e parlamentit, Zotin Rëgjoni duhet të hidhet në votim në seancë parlamentare. E pranojnë se pranojnë, atë unë nuk mund të them, por në votim duhet të hidhet në votim. Donë të marrin dhe atë avokatin të marrin, s'kemi kundërshtim. Por rregulli ka qenë gjithnjë që është propozimi i opozitës. Dhe opozita ka disa. Ka propozuar atë shoqëri civile, ajo është kryetari një shoqate, apo jo. Një njeri me një eksperiencë, një njeri që ka në çështjet e drejtave të njeriut, e ka në gen, e ka në gjak. Ose fjala për këtë. Po ata s'duan. Ose qoftë se duan, ja ku është kandidatura.